shkues, përshëndetje kudo që jeni nga studia Radio Televizionit Syri Blu. Jemi rikthyer sërish me një emision më të ri, Diaspora Show. Emisioni i cili transmetohet çdo të shtunë në fillim nga ora 21 në televizionin Syri Blu. Televizioni Syri Blu mund të ndiqet përmes platformës më të fuqishme shqiptare Smart World TV. Smart World TV një herë edhe sponsor general i emisionit Diaspora Show. Po ashtu sponsori i emisionit është edhe uji Klokotit, i cili na freskon të ditë të ngrohta vere këtu në Zvicër. Edhe për këtë emision kemi të zgjedhur 4 mysafir, ku mysafir të parë kam një këngëtare, e cila na vjen nga Shqipëria, Silvana Dollapi. Përshëndetje Silvana dhe mirë se na erdhët në emisionin Diaspora Show. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Dollapi. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Vërtet shumë i bukur. Një falënderim e kam për Musën, i cili bëri të mundur që unë të jem sonte në emisionin tuaj. Për Musa Sulejmanin, apo? Po tashi përshëndesim edhe ne Musën. Silvana Dollapi, pse më emrin Dollapi kështu? Dollapi dyqysh më përkthim në shqip vjen si dritare apo jo? Jo, Orman. Orman, Dollap. Apo si dikuj dhe Ormanit i thonë Dollap. Po, ashtu do të ishte interesant po ta dinit domethënien e mbiemrit juve. Jo, e di shumë domethënien, po kjo ka ngelur nga shumë hormona që në Shqipëri apo. Jo, s'ka pas fare me thon drejtën. Kanë qenë ato dritaret e vogla që kemi pas nga ato kullat e mëdha dikur. Në shtëpi që kanë qenë gjatë luftës. Dhe familja ime ka qenë një familje luftëtarësh dhe ka ngelur edhe domethënë aty fshatit. Edhe që ka pas po më duket të rregulla në shtëpi, kanë vënë sendet gjithmonë në Orman, jo kështu gjithka apo jo. Silvana, je një ftyrë publike, një ftyrë shumë e njohur, një këngëtare shumë e kërkuar nga publiku. Unë kisha pasur dëshirë që paktën për gjithë shikuesit që ju intereson pak jeta e Silvana Dollapit, si ka filluar karriera juaj, dhe nga vini, ku jetoni edhe kështu me radhë. Po, atëherë origjina ime është nga Tropoja, besoj e ke dëgjuar në Shqipëri. Po, patjetër. Lindërit në Tiranë. Kam mbaruar Akademinë e Arteve për koreografi, ndërkohë kam ndjekur dhe kanton. Pastaj mbas kantos kam punuar një vit e gjysmë kështu mësuese e muzikës. Pastaj kam vazhduar me ansamblet jashtë shtetit dhe karriera pastaj ka vazhduar ku jam tani këtu. Akademinë e Arteve për koreografike më bën të kuptoj se Silvana jo vetëm shkëndon, po din edhe të vallëzon apo jo? Edhe të vallëzosh, po edhe të drejtosh të tjerë të vallëzosh. Koreografia është pak më lart se vallëzimi. Do të thonë, koreografia mëson të tjerët për të kërcyer. Po, më mësu dikan që të kërcej, nëse nuk kërcen vetë. Po normale kam. Jo, po ditë vetë mëson do të kërcesh tjerët. Dhe keni një grup, një shoqëri kulturore artistike që punoni me to si koreograf? Kam qenë me ansamblin e Tropojës, Dardania. Po aty kam vazhduar domethënë karrierën time. Po. Tani për momentin jo, se pastaj kalova në kanto dhe kantoja u shkëputa nga vallja, pastaj me grupin e muzikës, grupin Team Band që kam pasur, kam kaluar në këngë. Silvana, tani jetoni këtu në Zvicër, në cilin kanton? Syri. Dhe përpos muzikës merrni me diçka tjetër këtu apo? Jo. Vetëm muzikë. Në momenti vetëm me muzikën. Se kam pas nevojshme. Sa albume keni gjithsej? 6, po. 6. Albume kurse klipe ka më shumë. Ka ndonjëri album që do të kishit veçuar nga tjetri apo? Po normale tash edhe me kohën, sa atë ka qenë kohë i çik nga 2000, domethënë, ose përpara 2000 kanë qenë ndryshe gjërat. Tani vinë më moderne, bëhen më ndryshe. Ose më mirë me thonë ndoshta, ka ndonjë këngë që e keni bën, dhe sot kur e dëgjoni thoni po të kisha mundur ta kthej kohën mbrapa, këtë këngë nuk të kisha bërë kështu, po të kisha bërë kështu. Për shembull dikun që jo, dhe aq se tani dalin gjëra sa më të reja dhe normal njeriu kërkon atë që më e reja dhe kërkohet ajo që duan dhe publiku. Çfarë kemi të re te ju? Urdhra? Për momentin. Çka ka të re? Po, ai në të punu ndonjë album të ri apo ndonjë këngë? Jo, me këngë, unë bëj këngë tek single tani. Nuk bëj albume me 10 këngë ose sa bëhen tani. Bëj single dhe
klip, se normale tash pa klip. Nuk po ka llogari më me bë kështu komplet album. Jo, s'ke llogari se YouTube që kur doli interneti dhe i çik sikur i çik interesi. Domethënë tani nuk fitohet më prej këngëve për albumeve, por duhet vetëm se të servohet diçka e mirë, qoftë edhe një. Që ti je gjithmonë media, kjo është më kryesore. Pastaj këngëtari live që është këngëtar i mirë nuk ka nevojë shumë për albume, bëj 10 këngë dhe Mirë, po me një farë mënyre përmes albumeve prezanton talentin e tij këngëtari apo jo? I riu, unë s'kam nevojë se kam bërë shumë. Po për mua s'është nevojë. Flasim kështu në përgjithësi. Në përgjithësi po, normal, ato të rinj që janë sot duhet patjetër të kenë albume, të kenë klipe, duhet punojnë më shumë. Ndërsa këngëtari i mirë që është live nuk ka dhe shumë nevojë të bëj albume. Do thënë të bëj 10 këngë patjetër që të dalin në treg. Ai ka dalë tani më në treg. Ka nevojë që vetëm mos të shkputet nga mediat, ëh. Silvana po shihit një tatu në dorën e juaj. Që është çelësi muzikës, po. Po tjetra? Është emri Gocës. Emri kujt? Gocës, vajzës. Gocës. Çikës. Emri Gocës. Çikës. Po. Se të na i thënë çik, vajzë, gocë, shumë emra apo jo. Silvana, për momentin ku këndoni? Gjithkund. Në për lokale apo jo? Në diskoteka më shumë. Darsma po këndjesh? Darsma, tani fillon sezoni tamam. Nga fundi koriku, domethënë. Tallavas kënonin dasma, jo. Tash i varet çfarë dasma. Ka dhe dasma që s'duan tallava. Nuk është patjetër vetëm tallava. Ka dasma që duan këngë qytetare, ka dasma që duan edhe vetëm tallava, po Hera e parë po dëgjoj se ka dasma që nuk dojnë tallava. jo, unë kam qelluar dhe 2-3 dasma që nuk duan tallava, duan këngë shqip. Cilat dasma janë për ju më të mira? Këto që kënon tallava apo vetëm shqip? Për mua Ju nga Shqipëria atje edhe nuk e kultivoni shumë muzikën tallava apo jo? Kushtimisht. jo, tash i varet edhe ku je, në që qyteti ndodhesh ndasën, çfarë vendi. Unë më shumë i kam në Kosovë, Maqedoni, që i përshtatën më shumë. A ka ndodhur ndonjë darsëm që dështoje kështu për ndonjë arsye banale, s'di? Po, ka raste. Çfarë ka qenë arsyeja? Arsyeja ose ka pas aksident, ose është ndarë me gruan. Ka Shumë shumë shkurt para darsmës apo? Po. Dhe si një ndihnë në atë moment? Për momentin ka ardhur keq normale, ndihesh keq, po gjëra që ndodhin. Silvana, ne do ta vazhdojmë më pas bisedën. Kishim pas dëshirë të dëgjojmë një pikë muzikore nga ju. Një pikë muzikore, live, ëh? Po, s'ka problem, po cilën tash Faleminderit. Jo, playback. nga playback unë apo nga YouTube? Jo, teknon e bek në lëshojmë për YouTube. Okej.
Silvana, faleminderit shumë për atmosferën që na i solle këtu në studio. Ishte një këngë vërtet shumë e bukur, po martohemi por s'ka darsëm për me ba. S'pedi, ndoshta pak si anti-reklam për juve këngëtarët kjo, sepse juve nuk ju pëlqen shumë çiftet që s'kan parë me bë darsëm. Jo, problemi nuk është tek dasma, problemi është kur një çift dashurohet dhe s'ka mundësi të bëj dasëm. Ashtu Po në rregull, por juve si këngëtare nuk ju konvenon ky lloj i çiftit. Jo, po ka pas raste që edhe e kanë dashur. Ka pas raste për shembull që edhe s'ka pas mundësi të bëj shumë, do të thotë s'ka pas mundësi të financoj, por i kam vajtur edhe ashtu gratis, nuk është problem. Okej, pra gjithë ato që s'kan parë me bë darsëm, Silvana është këtu për me bë darsëm gratis apo jo? Silvana për të thashë telefona. Jo të gjithë, po flas për ato persona që njoh që i kam shumë të dashur. Okej. Atëherë jo të gjitha, vetëm personat e dashur të Silvanës. Okej. Silvana, jeni blonde për natyrës apo jeni ngjyrose? Gjys për gjys. Gjys për gjys. Bjondja, domethënë, më përshtatet më shumë se sa ngjyra tjera. Normal jam ngjyrë gështenj, po. Okej, sa është bë problem se në kohën e fundit me dallu kush për me bjonde kush sash se po ngjyrosën apo jo? Po normal. Teknologjia. Tash femrat do ngjyrosën, po ngjyrosën meshkujt, jo femrat.
Po, keni drejt. Apo atëre, e sidomos... Unë jo. Okej, së drejtova ty, thash në përgjithësi, pastaj profesioni që kemi ne, normal që duhet pak të... Po, pa që duhet të përshtat edhe pjesa normale, normal. Tash s'du të ofendoj asnjë, po për shembull një pastruese kur ngjyroset, ve next station, bën thonjë që është pastruese, s'du të ofendoj, më kupton? Pastruese, e kupton? Po. Tash unë kam profesionin të tillë që duhet patjetër që të jam gjithmonë në qendër të vëmendjes. Tash mos t'i bëj unë, kush t'i bëj më mirë, pastruesi apo unë? Po, keni drejt plotësisht, Silvana, po unë kam dëgjuar se edhe pastruesit këndojnë shumë, sidomos kur i pastrojnë korridorët, sepse aty del zoni si me eho, diçish del shumë mirë. Apo jo. Me rëndësi është pjesëmarrje, me rëndësi është me këndu. Po, jo, nuk është më rëndësi me këndu, vetëm pjesëmarrja, se tash i ka këngëtare. Silvana, unë mendova me rëndësi është kur këndon mund ndihet mirë apo jo. Sa pastruesit në metodën e vet ndihet mirë kur këndon në korridor apo jo. Mirë, është tjetër gjë, po e kishin fjalën ke ngjyra flokëve. Po se kalum në temë tjetër. Silvana, çka kishi porositur gjithë artistët e ri, gjithë këngëtarët e ri, cilët janë ngjitur skenës muzikës? Një këngëtarës në thojza, janë bërë shumë tani, po një artist i vërtet duhet punoj shumë që të arrijë diçka. Nuk mund t'i thuash vetës këngëtar ose këngëtare, pse bën një këngë në një studio dhe bën një videoklip, si ta them, në shumë llojesh që për të bërë një show, se problemi është bërë dhe sot. Bën një këngë, janë bërë këngëtare, thot, po kur e kap live, s'ka si gjë të këngëtar, s'ka lidhje fare me këngën, por do të shumë punë. Po ta kishit ligjin në dorë, çka kishi bën këtë drejtim? Do t'i reduktoja. Do kishë ndalu kështu me kënu disa? Jo, me ndaluja, po do i reduktoja. Në rregull dhe reduktim. Përderisa i redukton, domethënë dikujt duhet më ndalu. Jo, do i reduktoja, domethënë ai që e meriton mund të vazhdoj, ai që s'e meriton vazhdoj një pasion tjetër ku mund të përshtatet, ku mund të gjendet. Se tash janë bërë këngëtarë, ka bëj videoklip vija aty këndo, po s'ka lidhje me këngën. Tash këngëtar nuk mund të bëhet gjithkush, ëh? Jo. Artist nuk mund të bëhet gjithkush, si aktore, si këngëtare, si muzikant, nuk mundet gjithkush. Mu më intereson këta që s'din me kënu, a e din që s'din me kënu? Urdhro? Edhe një këngëtar që këndojnë keq. Po. A e kuptojnë që këndojnë keq? Unë edhe këtë nuk arri me, kur i dëgjoj, mu ma vret veshin, kushta ai vazhdon ose ajo vazhdon atë të tatën, duket sikur është mirë duke këndu, ndoshta i pëlqen, nuk e di, nuk e kuptoj as unë. Nuk është bërë shumë e çuditshme sot. Edhe unë njësoj si ju mendoj se vërtet duhet të reduktohen, sepse muzika fundit është art apo jo? Normal. Dhe duhet sa do pak... është art, po është edhe biznes. Normal. Janë të dyja të lidhura bashk. Po kur i ke të dyja është okej, ama ti s'mund të mësh biznes me këtë art që ti si e s'kum të ky art. Nuk gëzon të vritet arti në emër të biznesit. Normale, po. Këtë mendova. Jam shumë dakord, por sot nuk po shohin. Kjo është demokracia. Po. Silvana, ne në kuadër të emisionit Diaspora Show kemi edhe disa sfida këtu, të cilët i ka përgatitur aktoria e emisionit Diaspora Show. Është kulumëria, është rrosh si kulumëri. Kulumëri. Pra do t'i lëmë me kulumërinë. Pemë e bukur. Hajde kulumëri. Ngadal. Disa dëshira ti plotësoj për sot me fal. Por më ra mandërëm me. Dolin dërëm lërësh mundesh me ma lirush. S'ka problem, kulumëri. Fat faleminderit. E di që e kuptum. S'ka problem. Dërsa te ndërëm me vjen që ka të ne? Silva, shpirt. La komate më të kom. Komate. Okej. Vetëm mos më trem se... Ja, nuk të rem, me veç ka pak që shkel më të shkel. Qëto? Duhet me rëdullua? Shto. Ne është ndorën të shto.
restaurant, kopnje. Maria punktani. Me ta vën. Ka dashka që me bote. Okej. Vazhdoj. Okej? Okej, vazhdoj. Faleminderit. S'ka përse. Apo është një tjetër se që kjo nuk është për femna. Për meshkuj, ha? Edhe një. Së mos e ka prap atë unë. Jo, mos e kap mu, kap një tjetër. Urdhëro. Faleminderit. Asi gjë. Se ka diçka dikona? Më duket se kishte. A ki telefonin me veti? Po. Menaxher, a ka mundësi telefonin e Silves? Ja, ku është? Se brash po fol, po më qatë kështëm përri palak mushme. Falë. Të kërgoj shumë falje. Jo, në regullo. Qëra që të posat foto e pas mrejet në telefon. Qëra që të aty foto e pas mrejet, ki me atit, arre kimi ka duka kamera të shka. Me shkrujt këtu? Jo, te ki fotot ku i ki. Fotot e mija Ku me... i ki për të fijat. Urdhëroni, ja ku i kam, ja. Okej. Tash foton e pas mrejet, në gjë, arre me matit. Foton e kujt? Tonën mret, pas mretën. Ku është ajo mi? Pra, mret, pas mret. Apo kapten? Ua, 15, se kuptoja fare. 15-ën? Qatë kom vajnë e Timen qështë 15-ën, ha? Foton time 15-ën. Ja, ku është kjo? Ane, apan? Në qëre e bashka botit foto. Mre, hajtë që të mera mu që të burë të pak. Nuk të shko kanë ty. Në kam shkojnë? Ja. Për jeni në të ty përse barë kom shkoj kanë. Tani, Hajtë arë një. edhe një. E shorat bjena jo rone e mërë rëtë. Hajtë për të rëtë. Pra. Faleminderit. Sa fort faleminderit për kapten. Bash për qeftemin. Me more? Pula hap. Qështë, prej tashtë të rej, tashtë kaldejën e që. Ti, vëlla këma shpirë që sa shpore, a të të gojnë. Eja me mua, eja, se të kështë për kapten shqip. Eja, pa. Do më fusësh në rrethë? Qështë, e reki me shilë që shtëne. Reki me i bën 25. Të shi bën 25, je brejnë 25 shumë. Hajtë për t'i fondi. Qërë bën një rejtë, të shi bën rejtë ki më dënu. Rejtë, 10. 10. Okej. Tani du të rrëtullo me këte unë? Ti do të rrëtullo bret, kalë gjaj bret. Se me këtë më rrëtullime shqike dhe shtihan shikoj ty një. Qështë të rrëtullo? Apo kapten e ja? Po e kuptoj po s'dita boj. E valohi shkëm shkat bëj duhet me dënu. Me më dënu? Pa. E sa është dënimi? E dënimi më vaure tash. Se bëj do. Se bënda ta? Ja. Anem. Ani Silva qëre, dënimi është, a ka mundësi me gjetë një kongë sa bërë e fejzollohit, are me maj mitu sa bërë fejzollohin. Me ta imi tu sa bëri fejzollahon. Që shkënënej, që shikar gjeshtë. Aja është mashkull, të më të Nuk mi të rëshën të je femen me mitu një mashkull. Po si jam mashkull, se kom as hien e mashkullit. Nuk më A në shkon. derë, unë jem femen, po ka një herë ku për vjera, është po duhet të... Karat, Okej. As kishte në gjë më të thjesht pak? Qëra unë se dita e të shonë, dhe adin po në që shtë kam shonë. Unë pëshoj e qi. Që shpasu. Atë që më bone. Jo se i bune vete të valau, e shonë e sarë të bune. Mirë. Se brio i këshu për aeroplanit e ishtë të ru me shku në Miami. Mirë. Vapa. A dhe me shku më rezit atë, ha ha. Asi gjë.
Bet në rrug me ty drejtime Thua shko Jo s'pranoj Këntën të rëho, e shilë, këntën të rëho. Hajde, të shbën shafëria. A I vetëm qa? Pa jo bre, ka një pas shprehje që shtuhe. Hajde fa, hajde ma Se në do të konë se... E valoj për shke orë pantal. Hajde nejsa, hajde leja sa. Nga Shqipëria gota nuk pash. Nga Shqipëria në gjë tjetër, jo këtë. Në gjë tjetër? Pa. Në lëshikusht të ndërruar të televizionit Syri Blu. Syri Blu, a di për mjëra. Shkojmë një black marketingu, e kësajmë pas pak me musafirin e Raules me Dulin. Po pra kjo ishte kulumëria, nuk është edhe thjesht me kulumërien me dalë në skenë, apo jo? Kulumëria ishte e hidhur për mua. E hidhur? A mund të thoni sa përqend fjalëve keni kuptu kështu prafërsisht? Me një përqindje nëse marrim për 1 deri në 10. Për kulumërien? Po. Sa e hidhur ishte? Sa e ke kuptu? Jo, shumë pak e kuptova me thonë drejtën. Gjysma, se kam kuptuar ta mëmë. Edhe ne në fillim nuk e kemi kuptu, po kemi fillu me mësu gjuhën e kulumërisë. Okej, po ju, sa më shumë punoni, pastaj normal është një dialekt I ri, domethënë që e ka zbulu kulumëria vetë. Në gjuhën shqipe thirrët dialekti kulumëri. A prandaj ka dhe emrin ashtu. Po pra. Okej. E kuptova. Silvana, dëgjum këngë prej teje, po ishte playback. A mundni edhe një live me ne këndu? Për publikun. Për publikun? Po. Shkurt një. Të kam bebun ty, të kam jet, të kam zemër ty, po më thërret. Të kam bebun ty, të kam jet, të kam bebun për qen. Faleminderit shumë. Silvana, po thuj se jemi në fund minutave të intervistës, me qenë se kemi kohë të kufizuar, po duhet t'japim hapësirë edhe tjerëve. Cili ishte mesazhi juaj për gjithë teleshikuesit e televizionit Syri Blu? Po, mesazhi im për televizionin Syri Blu, me vërtet një staf I mrekullueshëm. Vetëm vazhdoni më lart, vetëm ftoni sa më shumë artistë të dur. Faleminderit shumë dhe për ta kompenzuar që ju mundoi kulumëria. Ku mund drejtohen gjithë ata të cilët kanë dëshirë që t'ju kenë ndarësëm Silvan? Okej. Një reklamë shkurtër. Faqja zyrtare ime është në Facebook, me emrin tim Silvana Dollapi. Nuk ka domethënë ndonjë kështu plus. Veç që është oficiale, apo jo? Është është edhe ajo privat që është e imja, me të njëjtën. Okej. Pra në faqen zyrtare të Silvana Dollapit, Silvana Dollapi në Facebook, apo jo? Silvana, faleminderit shumë që ishte pjesë e emisionit Diaspora Show, ishte vërtet kënaqësi. Ju dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit edhe për mua ishte kënaqësi e madhe. Uroj sukses edhe ty si speaker I themi ne, po ju I thoni moderator. Suksese më të tejshme. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit juve. Të dashur shikues dhe miq, ju e dini se pirateria është vjedhje dhe ndëshkohet me ligj. Ju bëm me dije se operator të caktuar kanë vjedhur kanalet e programeve të Radio Televizionit 21. Prandaj, RTV 21 ju bën thirrje të mos bëheni viktimë dhe bashkëpjesëmarrës në vjedhje të kanaleve të programeve të Radio Televizionit 21. Këto janë platformat që shkelin ligjin dhe vjedhin kanalet e programeve tona: Tibo, TV Alb, Nimi TV, Top AL, Shqip TV, Alba Vision dhe Iliria IPTV. Radio Televizioni 21 ka ndërmarrë gjitha veprimet ligjore kundër këtyre platformave që në mënyrë ilegale transmetojnë dhe tregtojnë kanalet e Radio Televizionit 21.
Ju bëjmë dije se shumë shpejt programet e kanaleve televizive të Radio Televizionit 21 nuk do të jenë pjesë e operatorëve të sipërpërmendur që kanë vjedh programet e kanaleve të Radio Televizionit 21. Ju falenderit paraprakisht që nuk do të lejoni të jeni pjesë e këtyre vjedhjeve. Smart World TV. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm Smart World TV si askush tjetër respekton sugjerimet dhe kërkesat e abonuesve. Prandaj tani tutje e keni edhe një mundësi për abonim 1 mujor dhe 3 mujor të buqetes atraktive të kanaleve televizive të Smart World TV-s. Kontaktoni menjëherë distributorët më të afërt në vendin ku jetoni. moving on to a brand new place, and now it's here in a blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today, was made for me. Yeah, I was born to be free. Hey, hey, hey. Pas bllokut të marketingut ashtu edhe siç paralajmëruam, vazhdojmë me rrjedhën e emisionit, kemi sërish një këngëtare, Lumnie Ramadani, apo shkurt që thrasin Lumja apo jo. Lumja po ashtu është një këngëtare shumë e njohur, shumë e kërkuar nga publiku. Lumja, a kishim mundër edhe na tregoni pak biografinë tuaj, ku keni lindur, prej nga vini, kështu me radhë. Po, patjetër. Fikës pari ju përshëndes. Ju falenderoj nga zemra për ftesën që ma keni bë, gjithë stafit Syri Blu, inshallah ju vjetë mbar gjatë gjithë kohës. Une kam lindur në Kosovë, në fshatin Kurish, afër Prizrenit, edhe jetoj në Zvicër, po zakonisht jam e martuar në Suarek, dhe kështu pra. Shumë drejtime. Çka u lidh me Sloveninë diçka? Në Sloveni jam rrit, atje kam familjen, cilën e përshëndes shumë. Prej Slovenisë jam transferuar në Zvicër, jam martuar në fakt, edhe vazhdoj të jetoj në Zvicër. Që sa kohë jeni këtu në Zvicër? Që 7 vite. Që 7 vite. Në krahasim në Slovenisë dhe Zvicrës. Mirë është mirë. Mirë është. Edhe që edhe këto, apo jo? Edhe ane është mirë. Okej. Lume, kur I keni bërë hapat e parë muzikë? Si fëmijë, apo jo? Po, unë kur kam qenë 10 vjeçe, do më thonë, kam pas një kongë rreth bombardimit NATO-s që u bën forca serbe që e kanë bën në fshatin Kurish. Aty kanë fillu me këndu, atë kongë e ka shkru Remzi Osmani, e cila më ka përkra gjatë gjithë kohës, e falenderoj. Pe atërit kam këndu në për koncerte, në për festivale, s'kan mungu edhe darsmat, ahengjet familjare, të cilat vazhdoj. Keni edhe duet me Remzi Osman në Nexhatin me Salion, apo jo? Po, kam duet me Remzion në Nexhatin. Kujt ishte ideja që të bëni një bashkëpunim ti? Edhe aty në edhe imja. Në fakt, është në favor timin, të kem duet me ata, me gjithë se na lidhë puna jemi me sedaj edhe teze. Me të njofë shumë, apo jo? Pak me të. Okej, edhe ka dhe zmire e kanga, po? Po, mirë është. Okej, Lume, tani është edhe sezona e dasmave, apo jo? A keni ftesa për darsma? Po, janë mjaft mira ftesat. Do të thonë, unë bashkëpunoj me një këngëtar cili vjen nga Kosova, është Urim Bajrama. Jemi tanë kohën zbashku, edhe është beg I mirë sezona, për si vjetë edhe për në motë. Okej, me cilën grup bërë një darsmat? Urna? Me cilën grup jeni në darsëm? Është një muzikant e kemi, është edhe jemi gjithë anës Suarikës, se e njëf me mirë punën. Me sint, apo jo? Po, me sint ashtë. Ku I keni darsmat? Këtu në Zvicër, apo I keni edhe në Kosovë që? Jo, sezona është komplet në Kosovë, Macedoni, kështu. Mase e bona pyqen Silvanës, për edhe juve, a jeni blonde për natyrës, apo një ngjyrosur? Unë jam Esmire, që thëjmë nga kaona Suarikës. Kështu, asa ne askënej, apo? As bjonde, as zeshkone. Do më thënë jam si Esmire. Neutral, apo jo? Qashtë, dishka. Okej. Lumnie, ne do ta vazhdojmë bisedën. Më të që, pas të dëgjojmë një pikë muzikore nga ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, s'kena për ju. Bukurosja e Kosovës me lopse po qane
beri dadës gurbetin andane Amore dil beri dadës gurbetin andane
atmosfera o ba e gjall, ti kur dole e ke kall. Vese dole ti me kësy, atmosfera u ba e gjall, ti kur dole e ke kall, po na merr valja jeshi. Vese dole ti me kësy, atmosfera u ba e gjall, ti kur dole e ke kall. Prese dole ti me kësy, atmosfera u ba e gjall, ti kur dole e ke kall, po merr valja i jeshi. Prese dole ti me kësy, atmosfera u ba e gjall, ti kur dole e ke kall. Vese dole ti me kësy, atmosfera u ba e gjall, ti kur dole e ke kall, po na merr valja jeshi. Vese dole ti me kësy, atmosfera u ba e gjall, ti kur dole e ke kall. Luma, faleminderit shumë për këtë atmosferë të mirë që na i solle këtu në studio. Ishte vërtet një këngë shumë e mirë, një këngë gazmore. Sa këngë keni këndu deri tani? Ky album përfshin rreth 10 këngëve. Po mendoj gjithë këngët që i keni këndu. Apo mendon edhe karrierën tuaj. I kam përafërsisht 20 këngë me këtë album. Kush ja bën tekstet? Po flas me Ilir Beronen, ku bashkëpunu, Kreshnik Avdiun, edhe me shumë. Dhe me siguri këto 20 këngë është një këngë dikun që pëlqen pak më shumë, apo jo? Cila është ajo këngë? Është kënga që e kena realizu me Remzien, është këngë e motrave. Njëra është në gurbet, e tjetra është në Kosovë, që shpërmallohet motra për motër, është një farloj emocioni që shprejnë atë këngë. Edhe nuk kena mujtë me kënu duke qajt njëna me tjetërën, edhe e kem minzi që është realizu kënga, se është kogja e prekshme.
Du ma kështë mujtë pak live qatë këngë me kënu? Po, kisha kënu vetëm një rreth pjesë të shkurtër. Prej se jen gurbet moj motër, sa her ullën më në sofër, me moltanin, me tani zanin, as për gzime, as për të mirë, as një hes shëllove ti, nga kynal zemra mu ka, rall, shumë rall, po shihemi. Faleminderit. Vërtet një tekst, faleminderit shumë, vërtet një tekst dhe një këngë shumë preksa, apo jo? Po, ashtu. Lume për posë muzikës, merrni me diçka tjetër? Jo, nuk kam diçka tjetër që jam të bon, po vetëm me muzikë mirëm. Cëllën lloj muzikës, të interpretimit e pëlqeni më shumë ti, sidomos në studio, për shembull live apo playback? Zakonisht live është ma mirë live, kur ki mundësi me këndu live, pse jo? Se ka shumë këngëtarë që kanë dëshirë me këndu playback. Po, Se është mundësi. kemi pas rastin, për shembull të në studio, apo jo? Si kanë nguru me këndu live, s'di pse. Ata i din arsyet e veta pse nuk mund me këndu live, ajo është jeta shqiptare që kur një këngëtar nuk është i oftë të interpretoj live, atëherë nuk di që do delë CD-ja. Edhe është një lloj fore kur ju thu këngëtarëve me këndu live, thonë që jam ftovdi që shfiti po më. Është e vërtetë që është shumë e vërtet, po ndodh edhe mu ftov. Po kjo ndodh gjatë sezonës verës që në fakt janë shumë darsma dhe angarkist shumë e madhe, ndodh që ka na i ftohje ose diçka të vogël, ama diçka që s'ka mundësi me mu këndu, ajo është nuk është e mirë. Du me kur jemi të ftohja, këto në Zvicër kohët të fundit është problemi, është Shumë. dallimi i madh të temperaturave, ndikon kjo në zonin? Jo, se na jemi ambientu në Zvicër, po kur shkojna në Kosovë, që ato 3-4 ditë derisa të adaptohesh me klimën, është një farë vështirësie, po prap ishën rrjedhat Kosovës, se është veni yt, është ambienti yt, prap se prap. Atmosfera është edhe Atmosfera më e është mirë apo jo? normal kuptohet. Po flasim, po pikthehemi prapë sezonës verës apo jo? Po. Që nëse është aktuale. Sa është vështirë për juve sezona e verës, darsmat, angazhimet, me qenë se dhe jeni nana apo jo? Po, është pak problem, se, po, në fakt, është problem, por edhe nuk është problem, se unë e kam një shtymje shumë të mirë, është familja e burrit, e cila më përkra vazhdimisht, familja, posaçërisht edhe burri, i cili më ndihmojnë këtë profesion të emin, se unë e vetë nuk kisha mujtë mja arrit këta, po prap i falenderona atyne edhe familjes tem që gjindën në Sloveni, dhe ata më ndihmojnë me përkujdesjen e djalit, edhe kështu që e kaloj letë. Unë e kaloj letë. Burri juja këndon ajo? Jo, për fat mirë. As të shtëpia kështu. Nuk këndon, ka vesh për muzikë, po me këndu nuk këndon. A mu marrë me muzikë, më thot, mjep kritika, kjo nuk është kështu, nuk o të shku kjo, kështu, po i marrë. Lume, a mësot njëri me këndu apo është diçka e lindur? Jo, nashti me umësu me këndu nuk mësohesh, pa pas të lindën. Po, ato gradualisht për përmirësime bëhen, po ato çka e ki e ki. Ta ka fol Zoti, ta ka fol. Nuk këngëtar, nuk mësh më bën veç hajt po këndaj. Lume dhe në pyqe, cëla është fjalla që mas shumë t'ja urreni? Me Një urrej. fjallë që urreni, që nuk keni qef me ndëgju. Unë vetëm sen e urrej kur personat nuk janë direkt. E urrej thashë thamet që flasin në dy antë. Këto gjona me gjithse nuk hiqen kur, po vetëm sen që mu më pengon, kam dëshirë, unë personalisht njerit i a thëm troq në sy. Ato që ka unë e menoj. Tjetër sen është mbrapa shpinës. Atër këto sen e kishna pas shumë dëshirë me i hik, po nuk ka mundësi. Unë mendoj se kohën e fundit, thashë theme, mas shumë ti që po shpifin, janë gazetarët, apo jo, portalet e ndryshme, ku e di. Po, është shumë e vërtet. Pse ndodh kjo? Ndodh se marrin informatat gabume, edhe s'kan tjetër punë edhe ata fakt gazetar janë. S'kan me shka mirën tjetër pos me gazetarisë, shkrujnë çka ju në tikët, se jo. Po, ato e thojnë edhe një fjallë se një lajmë i keq është një lajmë i mirë. Apo jo?
Jo pse gazetarët dëshirojnë me prodhu lajme të këqija, por është interesante sepse njerëzit kanë dëshirë me ndëgju diçka keq apo jo. Edhe gazetari domethënë shet lajmin, dhe nëse nuk i intereson lexuesit, nuk e lexon edhe për këtë arsye i imponohet me prodhu një lajm të keq. Ndoshta. Kjo është arsyeja definitive. Ka mundësi. Çdo gjë është e mundshme. Çdo gjë. Lume, a jeni e gatshëm mos sfidu? Shumë. Kulumria? Let's go everybody. Megjithëse kulumria është pak e rrezikshme, po te provojmë. Inshallah pështon lehtë. Inshallah. Kulumria, do na me daluna? Vallahi të shdush, ndash, dash. Jo, po dal. Në dhe të shdush. Mo nuk më pengali, e vesh ka ma hjeshan shkjene, E që di, je. po shkoj pak po aeros. Në dhe e rashë pak. Atë ka leo shmira, atë shi. Atë kalon shimirë dhe jo. Pa e lëm një, e lëm këllëmëria, për vjetë të. Megjithëse tha dishte me thonë kunota, unë e kam shumë kunota. Po në ma, Edhe baj lum për to, më bëjnë lum për mu. që shë mira, përshën e duat për e këmë tjetë të të Arët pak, apo da që të? Po, ku të thoshti? Unë e da që të? Vëq, apo vë të shkaj ke këmë shvidat, të Provoj ma thonë. shej, oj, të lëmëtoria, Inshallah si lëmëria. ke shkrue, inshallah si ke shkrue. Ka për qato. Mos vahile, ha? Jo më rëshëm të bo hile, pëse po më kanë të muë. Qormër. Veja. Fort, karoa. Pasar rrotin. Shka të me bo ma të vezën. Ta shkaldejën e të vjeve të ka dalë, më shë gëtë bre, më shë shtrasove. Jo, shtrasove. Jo shtë. O, vëvë. Arenja. Jo shtë. Jo shtë. Jo shtë. Veç më së të mi hangër. Kena me hangar bashkë. Një. Du. Se të rej për bëjnë gjashtë. 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 Këto janë të uat, të rapë, se sa mirë të kom sërvue. Po. Shtë. Are tashti, a komën si ko kam një telefon. Për ma qatë më belë, bre. Atë faliminat. Are tashti, e kemi 1 minutë kërë, që lapi hanë vëtë ma shpejt. Nado. Ashtë, unë me nuva mësë është plastik. I valohi për një mejen. Nuk jam plastik. Me i hangër, e? O, dhe pa pret vëq pa. Oj, Dore, nem teorie. Një, mi qëru? 2, i sheni të rënë rejhan. Mësë më thuj. Po valohi. Një, A janë të mira. varo e shko. Tak në urin zemrën në qysh. Hajde, apër të pengana? Jesin të të. Hajde, një. Po në lëti më shë shka dur. Po pregative. Po në lëti të bëjtë rritë jetë për Hajde, okej. Okej, në rregull. Një. Me rëmë për të fa telefoni. 2, 3. Nesja. Për të sa jere haja, të sa ma shpejt. Mësë vëtë. Po të rëtë të mëre. Në se pihan livorë. Pritë mëri? Ka me hupë. Dhe mëre ma shpejt se me të fitu Mori, unë dhe në hërsh. Ani. E të normal me?
A je për në me? Kanë si tue. Të kam apëlqirë. Kujtove prapa? Ai, hande për një qaka me ndyrë. Shkun. Ka që more pëse për nërpreve. Po pse qoj zori ti mi hongër gjë du? Të tash të zore ti këtë denojën e tyje. Hërë, Dënimi jam është? shire që pak që ne. Më la karvinin të li pak du. Hërë, përshka vë denu bre. Jo shumë keq, dukna. Në le veç pak të studioj. Mo najsë në keq. Mos zgjidh, së zgjidh. Pyrë bre, apo të erën lëmëtore ja lëmni. Lëmeni. O lëmni, ati i mua të ra. Ha? Të ra ki me dorë. Ate që to. Në dorë e përpjet. Ora që të gomën të në të shtë. A prit veç pak, po unë në tokë, qysh me qu? Nuk më interesat. Qështu a? Ora ki me në gjithë një satë. O, 1, 2, 3, 4, 5, Ka dole. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19, 20, 21. Ja, bo. E bane tomen. O krya? Hade säkert när den är fars vid det så att vi när lambra så tycker jag kan det. Edhe një orë? Och det. Ajt. Och samma nu upp det. Inshallah s'ka me hangër nej sen ma. Flir lampa så på det var ju. Ani. Kommer në mitt lukë thë. Vad håller på neva Coca-Cola? E pia? Vi pinne Coca-Cola. Tö. Jo. Fler Coca-Cola. Inte rektashi Coca-Cola. Hej. I tharpe. Kërrej që ta mi pipa nalë. Po shanona s'moj. Po pasha nona në kam shkatë bëj. A dën më mishë. Ani, sa të moj po moj? A pe denim koha? A për dënim të shepet. A veç. Shumë gaz. I Kosovës, që shumë gaz. Po, bre, po. Që shumë të bërë të qatë. Ma me lumnia. Ajtë. Qysh me dënu, bre. A beni kontra. Se po vjen të nga pite me dënu të qysh. Shumë e bukur je. Falim të jetë edhe ti shumë je mirë. Falim e shumë. Më hesh më shumë në katë. Apo. Po valoj. Po bre, bërshka me dënu të shka. Ti ki me bë. Shik një ushe. Veç pak. Kikiriko. Jepi. O jo bërë. A di shpërkur këndan. Ani hajti provo. Po ne nuk di mak nuk hajt. Kikiriko. Po ti më shumë kështë të rronin. A kryta onë më. Ani që po këthena ka kamira më. Në në breve të pak. Ti hom prap leu për të mirë. Hajtë rej he?
Viki! Bravo! Unë I bona të tuat, e kryta teme. Hani dashur atë lëshë kushtën të rëmë. Ora të ja I fani mirë. Shkojmë në black marketingu, e këshemi pas pak me Dublin. Lume jo dhe letë me kërë lumrin, apo? Jo, valloj. Unë s'kisha posë qërë me konë venin tanë. Me ato vezë, pak problem, po mirë, kaloj. Mirë, si përparësia patëm edhe ke që ujë. mas vezëve pëtët edhe ujë, kështë që Po, mirë. mirë ka shku, po më do Mirë. këtë. Lume, po thuj semi në fond të minutave të intervistës. Ku mund që kontaktojnë gjithë ata që kanë qef të kenë lumë në darsë? Si zakonisht më rrjetet e internetit janë në fanpage që janë, është edhe numri I telefonit, do jopë më përgjigje, për gjithë gjë. Do më thonë për këtë sezon, keni ende vendet lira, apo ja? Jo, për fat, O këtë më thonë për vitin e ardhshëm. Nuk ka. Lume, cila është porosia juaj për gjithë këngëtarët e ri, për gjithë artistët e ri, e për gjithë shikuesit të televizionit Syri Blu? Pja, filloj prap me emisionin e juj, Po, është një emision shumë I mirë, edhe inshallah ju hec puna mbar. faleminderit. E përshëndes zotëri Mustion I cili është e bani punë të palotshme, edhe për gjithë ata që kanë talent, po flas, për ata që nuk kanë talent, ka edhe profesione tjera që munden me u marr. Për ata që kanë talent, mos ngurroni, tregoni veten e juj në qatë profesion që e kanë, vazhdoni me punë bënë gjithçka. Faleminderit pra shumë Lume, ishte kënaqësi që ju kishim musafire këtu në studio. Faleminderit e për juve. Faleminderit shumë. Faleminderit, Suksese. kënaqësia është e imja. Faleminderit. Kurse ne të nderuar shikues, shkojmë edhe me një blok marketingu dhe më pastaj kemi edhe 2 musafir në studio marketing. Të dashur shikues dhe miq, ju e dini se pirateria është vjedhje dhe ndëshkohet me ligj. Ju bëjmë dije se operatorë të caktuar kanë vjedhur kanalet e programeve të Radio Televizionit 21. Prandaj, RTV 21 ju bën thirrje të mos bëheni viktimë dhe bashkë pjesëmarrës në vjedhje të kanaleve të programeve të Radio Televizionit 21. Këto janë platformat që shkelin ligjin dhe vjedhin kanalet e programeve tona: Tibo, TV Alb, Nimi TV, Top AL, Shqip TV, Alba Vision dhe Iliria IPTV. Radio Televizioni 21 ka ndërmarrë gjitha veprimet ligjore kundër këtyre platformave që në mënyrë ilegale transmetojnë dhe tregtojnë kanalet e Radio Televizionit 21. Ju bëjmë dije se shumë shpejt programet e kanaleve televizive të Radio Televizionit 21 nuk do të jenë pjesë e operatorëve të sipërpërmendur që kanë vjedhur programet e kanaleve të Radio Televizionit 21. Ju falenderit paraprakisht që nuk do të lejoni të jeni pjesë e këtyre vjedhjeve. Smart World TV. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm Smart World TV si askush tjetër respekton sugjerimet dhe kërkesat e abonuesve. Prandaj tani tutje e keni edhe një mundësi për abonim 1 mujor dhe 3 mujor të buqetës atraktive të kanaleve televizive të Smart World TV-s. Kontaktoni më njëherë distributorët më të afërt në vendin ku jetoni. moving on to a brand new place, and now it's here in a blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today, was made for me. Yeah, I was born to be free. Hey, hey, hey.
Falenderojmë platformën më të fuqishme shqiptare Smart World TV me mbi 70 programe në gjuhën shqipe, në gjuhën turke, në shumë gjuhë tjera. Po ashtu falenderojmë edhe sponsorin ujin e Klokotit, ujin 100% natyral i gazuar. Falenderojmë edhe mysafiren Lumnie Ramadani për atmosferën e mirë që na solli këtu në studio. Kurse tani si shparlemrova, marrët kemi edhe 2 musafirë në studio, por jo këngëtar si radhe. Meti Berbatov si asistent i organizatës Miss Mister Swiss Frankofon dhe fituesi i çmimit i vitit 2016 i Miss Mister Swiss Frankofon, Betim Morina. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët në studio. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që na keni ftuar që të jemi sot këtu. Një faleminderit më madh shkon për gjithë juve që thashë edhe për muslim. Faleminderit shumë. Frankofon. Pse frankofon? Vetëm për pjesën franceze apo jo? Po, është e gjitha vendet ku flitet gjuha francesht. Pse jo edhe për gjermanët e italianët e kështu me radhë? Sepse është Miss Mister Swiss Frankofon, do me thonë vetë Frankofon, tregon se është vetëm për vendet ku folet francesht. Po pse jo për gjermanisht dhe italianisht? Nëse dim francesht, pse jo? Po do me thonë që tash dojmë ndru diçka në këtë drejtim. Okej, Meti, jeni organizatori këtij festivali apo jo? Po. Sa është e vështirë të organizohet një organizim i tillë? Është shumë, për shkak se ka shumë njerëz që konkurrojnë në këtë konkurs. Është një gjë zgjedh vetë qysh me ta tregu çfarë që është vështirë. Mirë, po nëse e do një gjë, mundesh me arrit, s'ka problem. Veç dush shumë me punu, edhe s'ka problem me arrin qëllimin. Sa konkurrenta kanë qenë këtë vit? Kem pas 600 që janë shënu, 100 kanë shku në gjysmë finale dhe 40 në finale. Edhe nga gjithë të 600, domethënë Betimi ka dalë si fitues apo jo? Po Betimi është e kim Mister Swiss Frankofon 2016. Betim, si po e ndini vetën si Miss Mister Frankofon 2016? Ditët e parë... Dhe keni mendu se do ta merrni vendin e parë? Mas po e faleminderit për ftesën. Kur s'kom mënu, kom shku ditën e mram, hajtë, shkojt në shkruan e qatë shkojnë. Me provu? Me provu. Në fund dola e pare, ditët e parë, zara kanë me pa vetën si mister, si është sa ma mirë. Një ke fillu pak me adaptu, apo jo? Me u pajtu me faktin që je Miss Mister, apo jo? Dhe mos harro se je, apo? Me qenë se je zgjedh. Juria, prej sa personave përbëhet atje? Kem pas 7 juri nëse nuk e ka bëj, ndërsa 25% votojmë ne organizata për një Miss ose Mister, të cilin e preferojmë na. Pastaj është votat e internetit dhe juria në fund vendos se kush ka me qenë Miss ose Mister. Cilat janë kushtet që duhet me i plotësu një konkurrent? Duhet me qenë s'par inteligjent, duhet me qenë i gjatë. Do më thonë mu së më pranoni. Po të pranojnë me të një shumë nashta. Jo, duhet me qenë inteligjent, sepse edhe nëse se ka shumë që konkurojnë, ndoshta janë të bukur, ose e bukur, mirë po nuk dyn veç bukuria në këtë drejtim. Duhet me pas diçka njetë për me tregu. Derisa ki mos zgjedh, sepse nesër do t'jesh do të shkosh për një vendin tjetër dhe do të dish çka. Jo vetëm me shku që është të Duhet me qenë një prezentues i mirë, apo jo? Po. Betim, ju vini prej Kosovë, apo jo? Po, ka komunës Rahovecit, fshati Vrajan. Me tje dhe ju, apo jo? Unë e vi për Prishtinës. Për Prishtinës. Si një njoftu këto? Do më thonë është hera e parë kjo festivali, do më thonë që ju ka njoftu, apo jo? Po, ne nuk ju mi njoftu ma herët. E kom taku Betimin casting kur ka qenë, kur ka ardhë mu prezentu. Dhe të them drejtën jam frigu shumë, s'kom pas s'njëherë besim se ky ka me konë mister për shkak se është i ri. Edhe gjyria, kur ka me pak, jom tut shumë, mi po me kohën, kam fitu një loj besimi, po apet atë natë, kom pas pak stres, mirë po ma në fond mirë është. Me ti dikun kus ta merë me një dheza, po jo? Qaja është. Betim, sa veçorin ju? 17. 17, jeni në shkollë këtu, apo? Kom kry shkollën se 2 vjetë.
kom hinë me një zanat për dhëmë, teknikë dhëmëve kom shku në zanat një vjetë. Stomatolog, apo jo? Gati, teknikë, ma shumë bësh në proteza kom shku një vjetë që atë, kom punu, së mu ka pëlqy, së në kom po vetën ma lërgë që të punë. Thash ta provoj ta noli, ta provoj diçka në futboll, kom shku 4 muaj në Çeki. Kom nejt aty me një klub ku jam kanë atje, edhe ku ktheva se kom pas një infeksion në kom. Më fiktua atje, kom marrë këtu në spital. Infekcion? Po, kom. Kom marrë këtu në Zvicër për mjek, se ata si besosh në ata mjek të atje. Kom marrë këtu, kom nejt 4 ditë në spital. Tani çat ku thash ai shkoj për mister ta provoj. Në fund të qeku, ja. Edhe lezje. Po. A bani me morë pjesë edhe herave tjera në organizime tilla? Kam me shku... Me qenë se koha ju pranton, sepse jeni ende i ri, apo jo? Po, unë, tashti, shka është mirë me mu, si që shumë i ri, mu i me shku tashti na për konkura internacional, tashti kam me shku për Mr. Bot, mu jenë qeter. Po? Ku mbot kjo? Në Angli, ka Manchester e Liverpooli, me një isho, është. Kam me shku atje, kam me reprezentu Zvicrën. Kam me shku... Ju dëshirojmë shumë sukses edhe atje. Shpresojmë se edhe atje ta fitoni çmimin e parë, apo jo? Meti, cili është shpërblimi, nëse nuk është sekret, për çmimin e parë, 2, 3? Ka shumë shpërblime, nuk është vetëm një shpërblim. Ka shumë... Nuk jepet pare. Këtë organizatën to nuk jepet pare kesh. Mirë po ka shumë, gjitha ato çmime që i merr misi dhe misteri, me pushime, me gjëra ndryshme, janë diku deri me atë që e kemi llogaritna deri në 30.000 franka. Jo kesh, mirë po me pushime, me gjëra ndryshme që i duhen një misi ose misteri. Domethënë kjo nuk mund të mirët si profesion, apo jo? Jo. Nëse ka... Është diçka e rastës, apo jo? Fatit. Po, kush e ka të vetë. Te sa të plakët njëri. Po. Meti, betim, unë kësha propozu, shku pak me kulumrien, me provu fatin, da shtë opështoni letë zdi. Kulumrin, s'ka problem. Pak e fështirë, po... Edhe këtu lunë pak e Kulumria, oj kulumria, kitë metin dorki me shtije. Të shtopa, të shtop. Po ta bujnë me shyja, pëse? Po ta bujnë kesh baby. Ma shumë pja bujnë betimi, se është ma i ri. Po shua, ja bra se kë është i ri, nuk din halo, arë sa ka me më shukë. Të shenë e një mirë. Mirë, falenderit. Ndo këtë kanë ka për emocionet, kanë ka plu njërë. Jo, bre. Pred. Kulumrien, mu më kanë ka për emocionet e lejma këta. Që kanë unë bolla vaqu me sfidër. Kumri. Falenderit shumë. Dhe me këtë unë në tjetër të fritu. Ja, s'kam nevoj. Kulumri, ma ashtu mos ka pak veç, ku janë gjërësi. Që pra ka pak? Me di shodit ka shumë për hojë, në dëllë. Ka pak nuk është. Se di Kulumri, ti e din ma mirë, po. Dhe që këni propozemi jemi, e vëdë. A në dhe që pretë, që ti e talë që dhe ty mësh me ti fshi njërë. A përshën në brata i mirë është? Ke pak e nevojshme, Kulumri, falemderit shumë, ha? Shumë e kujdeshme kjo Kulumria. Po Kulumrien nuk funksionon ku gjonë për në Zvicër. Re, që do shta mirë shumë. Hajtë vërgjaj e ti re pak, re vijun e tani. Jo e u kam të qefin të më nëse. Qore shkami kini bua djaulit, morë është për jo janë. Jo, më s'kemi bua shumë. Qore bërë shkami kini bua djaulit, ja kini tit njërë, ja kini tit. Jo, ashtë është pak vopë këtu, Kulumri, sepse edhe koha është nëzak, jashtë edhe këtu reflektorët, apo jo e bojnë të vetë. Po valoj, të arë mu. Po të shete e një. Falenderit Kulumri. Shumë e zoja. Shumë e zoja Kulumria. Me ti që ka më ndën Kulumria, më bo mu kandidu për Aja meni anë, shumë e zoja. Miss Frankofon, ka që shpej bje? Miss Swiss Frankofon. Kulumrie
gashi atë që ka spjatin vjen. Në Kulumri jam një herë se ka shë. Mis frankofon ka. Po. Kulumrin e kemi... Për më shala, shumë e bukur. E gatë është. Po, e gatë, kështu do më thonë, një kusht e plotëson. Po. Një kusht e plotëson që se plotësojon. Jo, dhe. Sa është e gatë. Asret e kemi. Po. Me ti, cilët janë planat e juve në të ardhmen? Po ta është edhe 2 javë do të thënë betimi do të shkon për Mister Bota, do të jemi edhe na atje me organizatën, unë edhe disa të organizatës. Shpresojmë të merë doj qmem, pa dhe nëse nuk merë nëjë qmem është një aventur për betimin, një që e mirë se Mister Bota nuk është diçka shumë e lehtë me shku. Si të që t'jetë, fiton apo jo, ne jemi me betimin, do të punojmë edhe shumë atë tutje, tash do të këshyrim që ka muj me bo për betimin, shpresoj se edhe në Kosovë, kemi shku shumë shpejt dhe do të bojmë diçka të madhe atje. Prej kujt financohet organizata? Kem shumë sponsor, kem prej sponsorëve ma shumë ti që e kemi, gjithashtu dhe qëtej për Zvicrës. Me ti, unë më herët ndëgjova se një morë dhe me muzikë pak më herët, apo? Po, ka pak. Çfarë lloj të muzikës? Kam qenë me... Se e di që e thotë mos me jështi me këndu live, po unë nuk du me jëllshu pa ma këndu një këngë live. Kam qenë një shoqëri, sa kam qenë Kosovë, kjo është një kohë shumë e gjatë, një shoqëri të tona. Pastaj, për shkaktar dhe stime këtu në Zvicër, është ndërprej çdo gjë. Edhe kam fillu kështu, për qefi nuk është një muzikë, nuk e kam profesion, është se në që e du si loj hobi. Sa, menon që ka njerës që kënojnë edhe për zorit ta? Jo, nuk është punë e zorit, po ka njerës që kënojnë edhe veç ashtu mënojnë me zarë, me bo, nuk mënoj që edhe për zorit, se thojnë vaj burrit është ka nga dë njerë kur të ka, dhe më thonë dhe kënon, apo jo? Dhe, ama nuk me nejme çdo kusht me bo, po du me thonë atë mënyrë me arritë, është sen që e më pëlqen e bëj për qefi tem, s'pari, pastaj për tjertë. Nuk është që jetoj për kësaj pune. Ti beti me muzikë? Vetëm mund se ngoj e se këcej, se kështët. Dhe më thonë një vetëm në dëgjus, apo jo? Po. Okej. Me ti, një këngë live. Se për përshërim me këngë live? Me ti një këngë live, po kemi të shimë me ndëgju. Po në tregova që së është diçka... Shkurt. Po përsi e to për sëreni, na u kanë qartë o njerëzit në rëveti, na u kanë qartë o njerëzit në rëveti, o shaqiraga qaj rustre qepi. Besoj se... Shumë mirë, bravo. Me sa kuptova, une jë një folklorist, a? Kam qenë sa më konë Kosovë... Ma shumë interesant, po duke që si reper me konë. Tash po përdzien krejt ashtu. Kam qenë një shoqëri në tona ku kem kënu vetëm popullore, po ma pastaj që o marrë Zvicër, është ndërprej edhe pati ashtu ka qenë. Eftëm edhe njerë Kulumrien që tash për një me i bo sfidat. Hajde Kulumri. Janë da u da shahora, vishtë Bravo Kulumri. Ja, ish pa prites, bile. Tore, du lotetin, da të rem, da shko. Ona problem. Po shkoj Kulumri. Po shkoj. Sukses, a? Ja shkova Kulumri. Aha, shko. Ha, po vini të vani. A të vani. A me atë me shbetimi. Apo dë. Hajde. Se vetëm së shkoj, valla. Rysë pre me muji, nuk jeve, do dio. Hajde të shtë puri. Hajde ka dëni Kulumri, ishtili, po dëni me për rije për para. Hajde se betimi ma i ri. Hajde betem. Shola ki dore në hojërit. Pandit e të mo, gare të hej. Vati gjallu në si dore në vete për rije. Rëna, rëkale i minar. Rëti të rritë. Të gëzhu. Shtapa.
Balonat. Gjështë. O, një vdoda mirë për juve, se ma keni shyje të tash të krejta. Qëra. Të të e balonat. Arone të të e të është 1 minut. Ta si frym balona ma shumë fitër. A do me të me tonë? Po. Okej. Are edhe në jënë... Më këptani? Shka do të me bo? Me fry balon. Sa më shumë? Për soko? A më të të mishter, hajta më të toni, herë? A prova kretë. Sa kam reja kënau. Qërë sa Ajde. Në në brasë ma hupit e krejtë të gjysë. Bidi kësa hote. Në dhe të ma. Qështë? Qëre, 1, 2, 3. Aso se më në... Veç i frym një ere në shojnë, unë janë një. Sa më më le, këta ja upa. Nuk në pranoj sa loso po 1 minut. Mos më kre për mas, për para të kreu. Upe. Sa i kamon? Në marë 6 muaj të kom këtë pas. Ane, qëra, të ki fitu, shtu, e të ki hu. Ora të që se pas këtë atë shinë, që që del para shkine, ora një jemi tim shpat ka shopët, ma ba. Jo, ma shpat. Et. Këm? Shpat ka shopën e me tëje. Që shbën aj që shkëtën. Sti ma qëshë. Më të rasën mu të 1 minut ashtë që kjo shka. A, po në në mund? Ja, Edhe te. A, okej. Qishë bre? Halohit ashtë. A muzika me muzikë? Që unë daj muzike? A da muzike? Nërëja. Nuk ditëm të njërë të mbrejnë. Je i paparore. Hajde, të të përshje. A do, në? Është ato me vuj, inshallah. Dodododom. Bom. Ti ma shumë po më frigon kur po të këshyre. A, s'ki nevoj? Kortia e rrërë. Për tyje. Ka me lukën. Me lukë. A ki po atë filmin vëllë që ka ti morë, se laki lukë, që ka me lukën. Vëllau. Me të djohë. Pas kem shvida bëlla, e rënja kena ma shanej. Kortia e rrërë është. Unë me shtidoren që të? Ti ki me shtidoren që të? Ara ki me lyp, është një shenë mrena që të, dhe me a që lu është ka. A me njës kjo? Dhe në dorën në lëmë të shërë. No. A që që top ishtë ti?
Han är talandos, det är värsta när dåre. Kuku där lite. Ashtë kjo sen. Pa det måste kör. Stoppar. A me tregu qka është ta? Jo, ska ta mërmenja që është. Është diçka me shinu. Lap si vogël. Hajt, tëlla. Voilà. Ja. Bravo. Nada veç Të më qitin bëra e monga unë atë. Atë ti me shtak, shtë në dorën që të pra. Sa në s'kom. Ja, pappa, ka det ska på det svarmen e gjë. Vallahi. Valla s'kam. Të se ne një njëri publik. A ka më shini do atë rëgjitja? Ishë bra do këtë dihon më shme të shka mrejnë ashtë atë. E morë ndoj ka, ma. Po ti shka është. Me ndohu, legjika, studia. Sa shku të rënë, sa. Jo, Plastikës. pra se në vjeni e rapi hudra. Që e hutër plastikës. Ka me bota rrët për një të ua. A të vene. Me ndirë tash. Ara këshene. Të shkem të i fëll, a si kur në hudra? A no. Jo. Ha? No. Ha? Si ha hudrat. Për një me? Nuk është zot. Që këta jo, a nëu, i nëu, vërti shka ma përrive. Jo thash. Për një me? Shtikona? Vi më gjonë. Shtiko kë shumë mas me shekuj. Tëri po, ata të rritëne. Hajtë të heqë ti. Ja me në teki të shumë. Të kena besim ty. Janë kapucët. Qëtë shvit e ka shku këllëmëria me dorë të vitën, që rapëshene, është mirë. A shkaldejën e ty. Mund të reshë që të putat e juve këni mi dashë. Fa, dasi jam ma. Kolomri, veç për nashtë Ka, ja. Jo. Jo. Valla se vesh. Po shana Nuk në më interesan. Çike. shana në së mbajnë më pa. I ka Ale, desh. që në komën I ka shumë të desh. rëson mua. Të së mbajnë Që më mojo të one, që në komën. Kolomri së Pesa. mbajnë. Da që që rapat. Jo, edhe që rapat s'muj me. Me, E qka me do me këto, ka zëm ti mu? a keni herë të tërë kimi bu një shpilau. Kolomri, më së pështina i sen tjetër se me. Jo për mas për po, e. Që peti tu dhe që tjera këshejhësh. Lala, sa mirë ku ka mëre me këtu. Tash ka nuk të. E unë se vesh, ja. Jo ti vesh. Mundet me se kjo e koka me në pjane. Kolomri. Nuk ka ashëtime, keni lypë shau Ti me ma ti. dashe. Që shtë pre? Shumë këmi që jo më valau. Është aty të bojnë. Jo, ma shfarë të s'po minë koma. As A kinat kujtë move. që të dhe ho akademia. S'po minë koma, 43 koma. A që asë mu Po të ka bënë të për i të mata. janë. Shfarë të marë s'po... Nuk më interesan ashe. S'pa muj. Beshtine e mjojnë e kumbe. Po dhe, ka të Jo, dhe rëtë unë- No. Hajtë të të moj, hajtë shyqë. Hop. Mashallah i koft. E të s'pa tash. Masara me nushe, Primeta masara. Bani në në shtëmena. Ola, we. Ruj për të zohesh. Faldo të pjasta. Ruj për të. A e keni telefonat të të? I kom po e kam. Jo, në se kam e vetë. Shere, një shak, shoqe, familje.
Ara të regojo që jenë Syri Blu Diaspora Show. Ire di kam për familje, show, edhe të regoj ku je. Jam radio televizionin Syri Blu. Ja, ti ne numër për mensh. Una me numra ti si jem kur qysh. Jo, që i vash ti, e thash. Mas meje. A? Tire. Alla që ka më shi zonin janë qënë të malë. Baci përshën, bacin për hirë. Bacin e. Alo? S'pon bale. Vet pak. Vet pak se s'pam në një, të më blokohet telefon. Vet dhe pak. Më blokohet telefon. Rëra bacin me telefon të emë, që s'pët besojë në që ka të kërë. E ta, raccroche. Kjasho, e të më shtanin. Ouais. Ça va? Et quoi? Bettino. Oui, et quoi? Të thirë jam drejt për drejt atë. Me TV. Me radion TV Syri Blu. Po? Mu kanë shtimet me të thirë ty. Edhe më të regu që je drejt për drejt në radio televizionin Syri Blu në Diaspora Show. Po gjendet edhe vllai jot për momentin. Me mama. Ja më lau, ma qa po bënë, qa po bënë. E një mirë më rëshka po shokatesh? Që mësumë më për televizionin live drejt për drejt për shetone. E valoj, duesh më mëshu të është se vlavin mishter aty me të bota kakojt. E dhe shumë e bon. Jo, s'ki s'ka bën, ti vish mund është me nejtë pra pashkin, që atyre për shlau, ja. Ja, duhet njonin... Sa t'kesh me falë, s'ka bu bre, hi. Ani, hajt o baç, hajt që këta ke shkruat në telefon baçë. Arë në përshëm hajt baç natën e mirë, edhe dëku në i herë, që nuk shkon këtë valohë. Faleminderit. Ate kalosh mirë, e? Për të mirë, e. Ate gzime i Paula. Ja këtan këtuqen. Është ti e kjo ramë? No. Ah, oui? No. Shiti në, unë ja dyshu, pat ka zhej. Jo, unë me numrat jam shumë keq. Kërë ka telefonin që ki fardi oli? Hiç s'kam telefon me vete. Po të ma? Sinqerisht. Që betimi e bëni ja. Qaj për Samsung i tipi të ri, ku i ke? Qaj ke i asajna. Pëta vjen Që në dënë pa, jo në pala. Ate në të bujnë atë doshëm dhe sot në vjetë telefoni. Opa, me të të për vjetë telefoni, me të të për vjetë telefoni, Në kemi thirë? I s'kam kënë thire. Se familja një kam pushe. Sa kështu që? No. No? S'kam kënë thire se familja një kam pushe. I kësha thirë me qe. Pane ma? Valoj, më falë. Pane ma? Po. Frek. Dere fjallë. Ma shumë dënë, ate të vjetë që kërëve. No, pa... E qa me bo me këto? Së një gomë. Po su më shkon qështo. Së një gomë, shash. O, pyt. Po kjo koka si ata që kësejnë. Ore qatër. Zot. Ade. Ashpadan. Oh.
Mashallah të koft. Halo. Nuk do shë më thirë në telefon, a? Ashtë mirë? Qysh po dogna? Këtë pak. Isha me po me qato. Halo. Mashallah. Mashallah, të këshim një kashë më të Sa mila mi ke bo? Veshte ti qine këto të thene. Alo? Po, a je më i mirë? Kër më mirë të më kërën që shi vjetë. Shtë ndërëvarën. Bibjet. Ku më bënë kësen mu, bre? Kush e ka maru? Ara ta shte, ki me mituri, kanë me që të tisha. Me këtu tisha kush deli të kërkush. Kanë e mitu. Ide s'ka me kone këngëtar hajtë. Me këtu tisha këngëtarës dalin. I të nërën. A dhe nëshja. Ja me që të dalin. Së që ka me bu, vesh me bëj një pak. Apo do të në mu? Falënderit shumë për këtë filat. Falënderit. Marë shatë me këshu pak më të ralu, Po në pa muzikë të direksyë. Këllë më rritë që ke. Mazim ke. Orna, shëtë faleminderit. Atëherë pra, me të shëndëruar të Radio Televizionit Hyri Bërdu re Diaspora Show, unë me ka që kisha përshonte, mirë mbeshje, vazhdo me dhullit. Falenderojmë pra kulumërien, jo syrë dhe blu, po syri blu kulumëri. Po. Betim, a ke pas emocione ma shumë kërë paraqit para jurisa që, apo para kulumërisë? A me jurin, a me kulumërin? Me jurin. Me jurin ma shumë... Po, se këto ma shumë me aspektin humor. Atje ma serioza kanë... Veç edhe kulumëria nuk është që është thjesht shpëmendon të ja? Jo, ma shumë. Veç po të fatë që s'ti veshi të esha cukur beti, cukur metit. Apo jo. Meti, apo jo vdin të është grove që po ecin me toke, a ishte thjesht? Falë kulumëris, po, e si bolë shtirë, po që ka me bo, u dëftë me ngu. Po prej zorit... Së bënë me aprish. Jo, kulumërisë nuk gudzoj me aprish në asni manirë. Zotë e din që ka na propozan. Se me bo me po kulumërin kur të nervozohet, është edhe ma rrezikshme se kështu. Qa ja është problemi. Betim, Meti, po thuj se jemi gati në fund të emisionit, Diaspora Show. Cili do t'ish betim, cili do t'ish mesazhi për gjeneratën tuaj, për gjithë të rritë? Qa do t'i kishit porositur gjithë të rritë? Kredut me... Me Shqipe ka problem, kjo ka pak. Okej, menoj, sa problem asa najve të Shqipe, që ti të më dhëmë pyetja është. Unë e kom provu, e kom ditë se unë ka njëri, po thash ta provoj edhe ata për gjeneratën qete do ta provojnë edhe ata, se eksperiencë i madh është, kom njoft gjendë, kom mësu shumë, vetëm sa ma shumë rritesh se... E provu s'ka kur gja, po jo. Du të me marrë guximin edhe me provu. Meti? E kësha thonë të gjitha atyre që janë të interesuar, që mendojnë se janë për atë gjë, sepse duhet pak do kushte, pse jo me provu fatin e vetë, ndoshta kam fat, si betimi që ka pas, edhe pse jo me provu, qdo gjënje duhet...
Ata që kanë dëshirë me provu, ku mundën me u drejtuan? është në internet missministersuisse.francofon.ch ku mujnë më shënu të gjithë. Që tash ne alas kemi fillu castinget edhe kemi shumë njerëz të shënum, për e thomë të gjithë atyre që në të interesun, pse jo me provu fatin. Dhe më thonë kozgjot që është 1 vit kanë kode për me Ka vakt dhe në shtator kemi me fillu me castinget, janë 3 muaj, pastaj fillon avantura, edhe gjysë finalja, pastaj është finalja, pse jo. Dhe më thonë njënë edhe të provat para praka, apo jo? Po, kemi castinget ku ka me dalë para një gjyrie, ka me nga të regu qka të kse, me pa, a është për atë drejtim apo jo, nuk mund është, ndështë ta kanë shumë njerës, mu për vetje, unë jam këtu që 8 vite në këtë organizat, edhe më jesh shumë keq, ndështë ta së mujë mi thonë drejt për zetë, po ka të për aty që ka vinë me provu, po nuk jam për atë pësa. Kështu që ata që mendojnë që janë, pse jo të të vinë dhe të provojnë fatin e tyre, shpresoj që kanë fat. Edhe të që menojnë që s'janë, si shta betimi, duhet me provu, apo jo? Qaja është provu fatin edhe si dijet asë njerë jetës. Po. Dhe cëllë do t'ishte mesazhi juve për gjithë të lishikues të televizionit Syri Blu? Së pari, duhet t'ju falenderoj juve shumë të gjithë organizat të televizionit Syri Blu, gjithashtë mos lijun shumë për përkrahje, shkoni këtë televizion, pëse jo pjavlejka unë ma herët, s'kam pas rast me qenë këto. Shpresojmë që nuk do t'jetë hera e fundit me ti. Shpresoj, ju thëmë të gjithë shikoni është një televizion shumë i mirë e Kolumrin zbën për këshyrë. Jo, pa Kolumrin ju thash nuk funksionon kur gjonë. Qaja është problemi se Kolumria është një pjesë e amëlsinës këto. Shtu që falenderit shumë. Elementet kryesore të jetës, ajri, uji, zjarri dhe Kolumria. Po. Pa Kolumri s'ka gjallë. Jo. Betim, mesazhi juaj për në fund? Faleminderit për ftesën. Era parë se pa vinë televizor, era parë për mu. Alem kesë, më pas qenë frëngjesh nështë ta këshmi komuniku ma mirë, apo jo? S'ka problem. Me gjitha ta, jemi kuptu shumë mirë, s'ka problem. Faleminderit për ftesën që shtash edhe inshallah se shkon nësëm që më thënë, sa më naltë, për juve. Sa më naltë. Faleminderit shumë dhe ne ju dëshirojmë që të shkoni dhe ju sa më naltë, shumë sukses në karierën tuaj. Faleminderit shumë që ishtë pjesë e emisionit Diaspora Show. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Rasë nderuar shikues, ky ishte edhe emisioni Diaspora Show. Ju falenderojmë shumë për kohën që ndatë me ne. Qëndroni edhe me te me televizionin Syri Blu deri në emisionin të ardhshëm. Mirupafshim.